Para sa ditëve isha në Itali. Edhe atje kishëm një takim me një kryetar të komunës dhe me një farë prifti për një xhami, kishin një problem. Pa ajo që më intereson mua. Shku me një përkthyese shqiptare, e shkolluar, advokate, drejtësinë e ka kry. Kur mbritëm ati te selia, kishte një fotografi që i thonë këto thoi Maria, Hazreti Meryem. Ato mendoj, me atë beben e vogël, a di shka më tha shqip, më ra shumë keq. A di shka tha, doktor tha, që ku është nënë e Zotit? A që saron, mua di saron të merë, më trukiti shumë keq. Tha doktor tha, nënë e Zotit. Ati nuk ishë momenti unë t'intervenoj. Besoni vëllezër të dashur, unë shkova me uniform, me shanë me gjypë, midis Italisë, dole biskupje, krye priftin pritje, kur më ka po mu, unë nuk e kam vurur, ato vllaznica, kur më ka po mu, e kam qenë kryqë. E kam qenë kryqë. E dhërin që shtu edhe, veç e më shef kryqë. Prifti. A kjo shqiptar ka shqip, tha, nënë e Zotit. Sta zgati, ku du të vi unë. Pas i krytëm atë bisedën zyrtare, në thirin kafe, e më thot ajo shqiptarka katolike, tha, doktor, tha, unë jom shumë e kënaqur që ju kam taku juve si personalitet islam dhe biskupin si, dhe më thonë, personalitet katolik. Jom shumë e kënaqur dhe unë e du çdo rrugë që qonë të Zotë. Çdo rrugë që qonë të Zotit, që tu mbajmet, vinja një vit kuqe për fundi, o vllai dashur, ju tri, vinja një vit kuqe që saj. E du çdo rrugë që qonë të Zotit, edhe kjo më trokiti, ama ajo nënë e Zotit ma shumë më trokiti, ama edhe kjo, tash mërë momenti, unë tash frizej rastin, ti dal haku, ti dal borgjë, thash i gjo, na të folim Shqipta, thash nuk ka thash nevoj kush na përktheje, se merim i vesh Shqipa, po, sa ish përkthej se mes mu dhe ati në italian, thash të folim Shqipta, po urdhno. Thash unë e kam obligim, nëse nuk ta thom një fjalë që tash, ti do të më padisish në ditë kiametit para Allahu dhu Gjela. Do të më paditish mu. Do një plak nuk e merve, do të më paditish, ne i thom do të më tuzhitish. Mërët veshte, do të më tuzhitish, do të më paditish në ditë kiametit. Tha pse? Se ti më tha mu nëna Zotit, unë nuk reagoj. Ti më tha mu e du çdo rrugë që qonë të Zotit, unë do të reagoj tash. O ti shqiptare ndeshme. Shqyqo, ta bëjmë e dije se nuk ka shumë rrugë që qojnë të Zotë. Ajo që qojnë të Zotë është vetëm një. Po ti zgjedhe cilën ta dush, amo jo shumë. 2, 3, 5, jo. Vetëm një rrugë. Cila është ajo? La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah. I dërguari jonë sallallahu alaihi wasallam, asaj mu i thonë. I dërguari jonë, pejgamberi jonë, e ka marrë një ditë një shtag, një shkop, e ka bo një vijë drejt. Dhe disa vija në të gjatë dhe ca në të mëjnë. Dhe ka thonë, hadha sirati mustaqimen fattabi'uha. Tha kjo është rruga ime drejt, mbajnje këtë. Drejt. Wala tattabi'u subul. Mos i ndjekni të rrugicat tjera se të në qorsokak lon dalale. Të në qorsokak. Dhe çdo rrugic ka një shejton që të krejnë. Ajo drejt kjo, që të qonë, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Dhe Allahu jonë, Zoti jonë i vërtet, që ne i besojmë, na ka qenë një citat në Kur'an, në librin e fundit dhe ka thonë, lem jelit, ve lem julet. Lem jelit, aj nuk ka lind, asker, nuk është prindi dikuj. Ve lem julet, është fëmi dikuj. Pra, as ti ka fëmi, as ti ka prind, ajo është Allahu dhu Gjela. Ajo thëtë nëna e Zotit, e baba i Zotit, Stakfirullah. Zoti s'ka as non, as bab, as vajz, as gjall, as vla, as bab. Ajo është Allahu i përhershëm pa fillim, kide, i përhershëm pa marim, beka. Ajo është ganijun anil alemin. Ajo është i plot fuqishëm dhe ajo është i pasuri dhe i panevojshëm për asker. Kur ja thash unë këto fjalë, ajo u emocionu dhe filloi të qarë, filloi të fshilotë. Thash, tha po unë e çka bëj? A di çka bësh ti? Ta zgjedhish një rrugë e cila të çon te Zoti. Ti lësh ato qera. Tha unë duhet kem edhe më bisedë. Por s'dyti kur shkova në një konferencë islame në Rimini,
ajo kishte marrë bashortin edhe nonën, edhe tha du që ato fjalë që ki ke thonë mu, kja thush edhe këtyre, se unë jam bind se Zoti nuk ka fëmijë, jam bind se Zoti nuk ka prind, jam bind se rruga që çon te Zoti është vetëm shahadeti. Apo edhe këtyne që tregojsh, ju tregove edhe atyre, edhe ato, elhamdulillah, deri diku, ishte një, hoxha e din, një ish ambasador që ka qenë Saudi, një italion që ka pranu islamin, e njoftova me to, thash mbahuni me to, tash jeni tut katër nesër inshallah musliman.